kur dëgjova që emri i emisionet është Çasti i duhur, nuk e di pse mendova që do ishte një emision romantik. Dhe mendova që ju të dy me shumë mundësi jeni takuar në çastin e duhur dhe historia juaj e dashurisë e voskël dhe e thjesht, por dhe çifti perfekt që ju jeni, mua më inspiron shumë dhe më pëlqen shumë. Dhe po, përshëndetje, kjo është një surprizë. Ju kam shumë zemër, kam marrë shumë malli. Dhe mezi pres t'ju shoh në Budapest. Kjo është një ftesë publike, tani shkon nga një ftesë private në një ftesë publike. Merrni kohën tuaj. Ju kam zemër. Paçim. Syri pap. Si është kjo puna, ju pres publikisht Budapest, nuk shkoni në Budapest, si është puna? Jo, vajza ka dëshirë që ne të shkojmë sa më shpesh. Sa më shpesh. Përveç kësaj, ndryshe nga gjithë vitet, nga 2 vitet e tjera, ne nuk e unë zakonisht e kam përcjell dhe kam çuar deri atje, ajo është rehatuar dhe unë kam qenë prezent. Unë nuk vajta këtë vit, as Romir nuk vajti këtë vit, dhe asaj ka munguar kjo pjesë. Kjo pjesa kur ju të dy shkoni dhe të paktën jepni këtë kurajë përndrore.